Sa I madh është komuniteti italian në Shqipëri? Të regjistruarit janë rreth 3.000. Në realitet mendojmë të paktën 10 herë më shumë. 10 herë. Të paktën 10 herë. Këtu futen gjithashtu dhe pensionistët që jetojnë në Shqipëri. Sigurisht. Që shkojnë e vinë, kanë marrë shtëpi me qira. Blendi, kemi 800 studentë italianë. 800 studentë italianë në Shqipëri. 800 studentë italianë në Shqipëri. Kryesisht për studiuar mjekësi. Sigurisht, po edhe për arkitekturë, ekonomi. Edhe arkitekturë. Edhe ekonomi. Edhe pensionistët. Në mes ka një popullsi shumë të larmishme, që përfshin sipërmarrës, që përfshin njerëz nga bota e kinemas, argëtimit. Komuniteti italian është shumë I larmishëm. Nuk e besoja këtë, një gjë shumë interesante. Në qershor do të festohet Dita e Republikës Italiane. Cilat janë aktivitetet dhe eventet që po organizoni? Kemi vendosur të flasim për të ardhmen. Miqësia midis Italisë dhe Shqipërisë është e konsoliduar, por ne duam të shohim drejt ardhmes. 17 evente në javën nga 1 deri në 8 qershor. Muzikë, art, argëtim, art figurativ, një ekspozitë shkëlqyer nga Enzio Xucci, që do të hapet më 5 qershor, koncerti Ermal Metës në Butrind, në amfiteatr. Që do të vijë në Shqipëri posaçërisht për këtë. Po, brenda amfiteatrit Romak. I cili është nga vendet më të bukura. E keni vizituar? Jo, diçka e bukur e Shqipërisë e zbuluar nga një italian. Po, nga Ugolini. Dhe sigurisht ishte ai që zbuloi, le të themi, duke kërkuar gjurmët përmes Eneidës së Virgilit. Kjo është historia e Italisë. Kjo është e pabesueshme. Miqësia Itali-Shqipëri. Ambasador, cilat janë hobet tuaja jashtë zyrës? Më pëlqen shumë të lexoj. Lexoni. Po, unë jam lexues I madh. Po të udhtoni? Të udhtoj me biçikletë. Me biçikletë? Ku udhtoni me biçikletë? Bëj 7-8.000 kilometra në vit me biçikletë. Ku në Tiranë? Në Tiranë pak, në park, malin e Dajtit, marr biçikletën, e ngarkoj në makinë dhe dal në mal. Së shpejti do të shkojmë në Theth për një shëtitje me biçikletë. Tani do ta keni mundësinë të bëni dhe itinerarin e Giro d'Italias. Do ta bëj. Ishte shumë e bukur dhe duhet t'ju falenderoj për imazhet e rajt që përhapin në gjithë botën. Ato ishin imazhe vërtet pabesueshme të bukurisë së Shqipërisë përmes Giro d'Italias. A mbetën të kënaqur organizatorët? Ata ishin shumë të kënaqur. A jeni sigurt? Ishin 3 etapa të jashtëzakonshme, rrugë të bukura dhe asfalt perfekt. Ata ishin vërtet të kënaqur. Ka gjasa që ata të kthehen sërish në Shqipëri? Kjo do të varet nga Shqipëria. Kjo ishte diçka shumë interesante. Pyetja e fundit. Italia ka ndërtuar thuajse të gjitha godinat e rëndësishme, veçanërisht ato në Tiranë. Por ju jeni duke ndërtuar ambasadën e re italiane. Kur do të filloni nga puna? Së shpejti, e pamundur të them një datë, po presim disa leje. Por a keni projektin? Sigurisht. Është I bukur? Është shumë I bukur. Është realizuar nga një arkitekt italian? Po. Pas sa vitesh do të jetë gati? Do të jetë gati. Ne mendojmë në 3 vitet e ardhshme. Diçka krejtësisht e re. Një shenjë të Italisë në zemër të kryeqytetit shqiptar.